Po, edhe një pyetje direkte, zoti Elezi, kur mendohet që kjo bazë të kalojë totalisht në kontrollin e Shteteve të Bashkuara, dhe pyetja e dytë e lidhur me të parën është përse kjo qasje kaq intensive e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta prioritarizuar Kosovën, përsa i përket dimensionit të saj të sigurisë, pasi siç u shprehët ju, po kërkojnë largimin nga Nurembergu dhe nga qendrat të tjera të Europës. Përse kjo qasje? Si e shpjegoni ju këtë detaj? Po, në kuadër të, mund të themi, të angazhimeve që SBA-ja kishte sidomos në pjesën e strukturës saj inteligjente e cila zbatohet përmes ushtrisë amerikane, kishte vlerësuar se që janë kodër të Evropës, kishte analizuar se Bashkimi Evropian duhet të rrisë investimet të saja në çështjet ushtarake dhe të përmbush zbrastira që do të krijohen, për vendet si që janë Italia, Belgjika apo dhe Gjermania, do të përmbush ato boshllëkët që do të krijohen pas dislokimit të forcave të saja, siç thash në Poloninë, Ukrainë, nëse besoj edhe koloneli edhe generali aty e din shumë mirë se tani më në Poloni janë dy baza të fuqishme dhe kryesisht të dy baza do të vendosen me forca që janë në shtetet e Evropës, siç janë Belgjika. Në fakt është një bazë në Greqi që vetëm është bërë publike që do të kemi një dislokim komplet forcave të tyre. Ndërsa sa i përket asaj direkt në Kosovë, është konsideruar nga inteligjenca ushtarake amerikane se baza Bond Steel në Kosovë është të rëndësishme parë nga aspekti geostrategjik i saj dhe se do të koordinoj aktivitetet e saj me një bazë në Bullgari që quhet baza Novoselo, domethënë që është një bazë shumë e rëndësishme e cila është në mes 3 vendeve, mund të themi Bullgari, Rumëni dhe Serbi, që është një trekëndsh aty që është shumë i rëndësishëm dhe besoj që të dy ushtarakët që janë aty duke biseduar së bashku me ne e dinë për cilën bazë po bëj fjalë dhe se këto veprime teknike ushtarake janë kryesisht në kuadër të operacioneve të reja apo dislokimit të ri. Ndërsa pse konkretisht në Kosovë edhe njerë duhet të vendos faktin se Kosova është konsideruar minimalisht për një kohë të gjatë, një burim i mirë i mënyrës së projektimit dhe angazhimeve në strukturë konkrete të angazhimeve, sidomos në çështjet që kanë bëjnë me zhvillimet apo me operacionet sekrete. Prandaj në këtë aspekt, ju keni parë që edhe vendosja bazës sekrete serbe, ruse në Nish është pikërisht për të penguar shtrirën që ka menduar që të ketë baza amerikane në Kosovë. Po, Shiko, unë Zoti Meçollari, shkurtimisht,